Drejt portit të Venecias, lundron anije jon tregtare Partizani. Në historinë e marrëdhënieve ekonomike mes Shqipërisë dhe Italisë, ekziston një kapitull më pak i njohur për publikun e gjerë, por me një peshë të veçantë strategjike. Ideja dhe përpjekjet për të krijuar një lidhje energjetike përtej Adriatikut, që do t'i lejonte Italisë të importonte energji elektrike të prodhuar në Shqipëri. Ky nuk ishte thjesht një projekt teknik apo një marrëveshje tregtare mes dy vendeve fqinje, por një koncept që ndërthurte gjeopolitikën, teknologjinë, tranzicionet energjetike dhe interesat ekonomike të dy brigjeve të detit. Marrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Italisë përbëjnë një nga boshtet më të hershme dhe më të qëndrueshme të shkëmbimeve ekonomike të Shqipërisë me jashtë. Ato linden natyrshëm nga gjeografia, por me kalimin e kohës u formsuan dhe nga zhvillimet politike, institucionale dhe strukturore të ekonomisë të dy vendeve. Deri në vitet 80 këto marrëdhënie kaluan në disa faza të dallueshme, nga varësia e hershme te kurrja pas luftës, e deri te një rikthim gradual në formë më të balancuar dhe më të institucionalizuar. Shkëmbimet ekonomike mes dy vendeve filluan që herët, të ndihmuara nga rruga detare e Adriatikut dhe nga fakti që portet shqiptare dhe ato italiane krijonin një korridor natyror tregtar. Në periudhën mes dy luftrave botërore, Italia u bë partneri kryesor tregtar i Shqipërisë. Tregtia në këtë fazë kishte një karakter të theksuar të përqendruar. Pjesa më e madhe e eksporteve shqiptare dhe një përqindje e lartë e importeve kanalizoshin drejt ose nga Italia. Kjo situatë krijoi një lidhje të fortë ekonomike, por njëkohësisht edhe një varësi të konsiderueshme. Eksportet shqiptare përbëheshin kryesisht nga lënë të para minerare dhe produkte bujqësore, ndërsa importet përfshinin madhra të përpunuara, karburante dhe produkte të konsumit. Struktura e këtyre shkëmbimeve reflektonte një ekonomi shqiptare të orientuar më shumë drejt furnizimit me burime sesa drejt prodhimit të madhrave me vlerë të shtuar. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, marrëdhëniet tregtare me Italinë nuk u ndërpren, por pesha e tyre relative në tregtinë e jashtme shqiptare era ndjeshëm. Shqipëria nisi të zgjerojë marrëdhëniet tregtare dhe me vendet e tjera, duke synuar një shpërndarje më të gjerë të partnerëve ekonomik. Në këtë periudhë tregtia me Italinë zinte vetëm një përqindje shumë të vogël të volumit të përgjithshëm të shkëmbimeve të jashtme. Këtë kurrje nuk nënkuptonte ndërprerje të marrëdhënieve, por më tepër një zhvendosje të fokusit dhe përpjekje për të shmangur përqendrimin e mëparshëm. Megjithatë, lidhja me Italinë nuk humbi plotësisht, për shkak të afërsisë fizike dhe traditës së mëparshme të bashkëpunimit. Nga fillimi i viteve 60, marrëdhëniet tregtare mes dy vendeve filluan të strukturohen mbi baza më të formalizuara. U nënshkruan marrëveshje tregtare shumëvjeçare dhe protokolle vjetore që përcaktonin listrat e madhrave për eksport dhe import. Këto dokumente shërbenin si bazë për kontratat konkrete me kompani italiane dhe krijonin një kornizë më të parashikueshme për shkëmbimet. Në të njëjtën kohë krijuan mekanizma mbështetës institucional, përfaqësi tregtare në Rom, zyra tregtare në Trieste dhe më pas në Milano. Si dhe pjesëmarrje rregull në panajire ndërkombëtare në Itali, veçanërisht në panajirin e Barit. Që u hap në Itali, në qytetin bregdetar të Barit. Panajiri i ky treg i madh ndërkombëtar hapi portat. Vizitorë të ndryshëm e të shumt mbushën sheshet, rrugët e territoret e panajirit. Nënt shtator 1971, dita e hapjes së panajirit. Pavioni i Republikës Popullore të Shqipërisë pret vizitorët e parë. Që ditët e para erdhën në mënyrë të organizuar. Takimet mes delegacioneve tregtare të dy vendeve u bën më të shpeshta, duke treguar një interes të ndërsjellë për të ruajtur dhe zgjeruar kanalet ekonomike. Statistikat e kësaj periudhe tregojnë një rritje të qartë të volumit të tregtisë. Eksportet shqiptare drejt Italisë u rritën nga disa milion dollar në fund të viteve 60
në mbi 17 milion dollar në mesin e viteve 70. Kjo rritje tregon një rikthim të Italisë si partner i rëndësishëm, por tashmë në një raport më pak të njëanshëm se në periudhën e paraluftës. Në fund të viteve 70, marrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Italisë kishin marrë një formë më të qëndrueshme dhe më të larmishme. Të dhënat tregojnë se eksportet shqiptare përfshinin një gamë më të gjerë madhrash krahasuar me dekadat e mëparshme. Produktet kryesore të eksportit përfshinin minerale dhe metale, krom në formë kokre dhe koncentrat kromi, bakër blister dhe katod, produktet energjetike dhe naftës, bitum në fuqi, bitum i lëngshëm, benzinë, tekstile dhe produktet e lehta industriale si pëlhur dhe konfeksione, si dhe produkte bujqësore dhe bimore si duhan, fasule, bimë medicinale e tjerë. Kjo strukturë tregon një tranzicion të ngadalë nga një ekonomi që eksportonte kryesisht lënë të para drejt një modeli ku shfaqeshin dhe produkte gjysmë të përpunuara ose të përpunuara lehtë. Megjithatë, mineralet dhe produktet e lidhura me industrinë nxjerrëse vijonin të zinin një vend të rëndësishëm. Nga ana tjetër, importet nga Italia përfshinin kryesisht madhra industriale, makineri, pajisje dhe produktet e teknologjisë së kohës. Kjo krijonte një shkëmbim tipik mes një vendi që eksportonte më shumë burime dhe një vendi që eksportonte më shumë teknologji dhe produkte të përpunuara. Gjatë viteve të fundit të dekadës 70-s, Shqipëria në përgjithësi mbante një bilans tregtar pozitiv në raport me Italinë, pra eksportet shpesh e kalonin importet. Vlera totale e shkëmbimeve luhatër nga rreth 30 deri në mbi 40 milion dollar në vit, duke vendosur Italinë një ndër partnerët më të rëndësishëm ekonomik të Shqipërisë në Evropën perëndimore. Portin e Gdanskut, Ania Durrësi shkarkon mantrat tona, bitum dhe minerale tjera, artikuj të ndryshëm të industrisë dhe të artizanatit shqiptar. Megjithatë, pesha e Italisë në tregtinë e përgjithshme shqiptare nuk ishte dominuese si në periudhën e hershme. Ajo përbënte një përqindje të konsiderueshme por jo vendimtare, çka tregon se deri në fund të viteve 70, Shqipëria kishte arritur një farë diversifikimi të partnerëve tregtar. Deri në prag të viteve 80, marrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Italisë karakterizoheshin nga një histori e gjatë bashkëpunimi, një strukturë shkëmbimesh gjithnjë më larmishme, mekanizma institucional funksional dhe një bilanc relativisht të qëndrueshëm. Megjithatë, ekzistonte edhe një potencial i pashfrytzuar, veçanërisht në fusha si energjia, infrastruktura dhe shkëmbimet teknologjike. Diskutimet për projekte energjetike dhe për rritjen e volumit të shkëmbimeve tregonin se marrëdhënia ekonomike mes dy vendeve nuk ishte statike, por në zhvillim. Në fillimin e viteve 80, shkëmbimet tregtare me Italinë njohin një zhbalancim. Ndryshe nga importet nga Italia që kishin njohur rritje, eksportet kishin njohur rënje. Ndaj një delegacion shqiptar i kryesuar nga ministri shqiptar i tregtisë Shane Korbeci do të zhvillonte një vizitë zyrtare. Në datat 2 dhe 3 shkurt 1983 në Rom, u zhvilluan bisedime mes delegacioneve tregtare qeveritare të dy vendeve. Delegacioni shqiptar kryesoi nga Shane Korbeci, ndërsa pala italiane nga ministri i tregtisë së jashtme Michele Capria. Qëllimi ishte në nënshkrimi i proces verbalit për shkëmbimet tregtare të vitit 1983, që në fillim të bisedimeve, pala italiane shprehu vlerësimin se potenciali i shkëmbimeve ishte më i madh se sa volumi real i tregtisë, duke nënvizuar se kapacitetet ekzistuese nuk ishin shfrytzuar plotësisht. Kjo ishte një deklaratë që në vetvete sinjalizonte interes për zgjerim të bashkëpunimit, por edhe një nxitje për të kaluar nga marrëdhëniet formale drejt marrëdhënieve më dinamike. Një nga temat kryesore ishte disbalanca tregtare. Dokumentet tregojnë se eksportet shqiptare kishin pësuar ulje, çka krijonte një raport të pabarabartë në shkëmbime. Për vitin 1983, u theksua nevoja për masa korrigjuese, duke kërkuar nga pala italiane të rrisë blerjet e madrave shqiptare për të balancuar raportin. Lista e madrave që përmenden në dokument është detajuar dhe tregon qartë strukturën e eksporteve shqiptare të kohës. Theksi vjet mbi kromin dhe koncentratin e kromit, ferrokromin, bitumin, mineralet e hekur nikelit, boksitin, kuarcin, dolomitin, produktet bujqësore dhe bimë medicinale. Palët diskutonin jo vetëm shitjen e këtyre madrave, por edhe garancinë e furnizimit afatgjat, madje për kontrata 10, 15 apo 20 vjeçare. Kjo tregon se bisedimet nuk ishin karakter episodik, dhe se synimi ishte krijimi i marrëdhënieve të qëndrueshme industriale ku firmat italiane do të kishin siguri në furnizim dhe pala shqiptare do të kishte stabilitet në eksport.
Në dosjet e takimeve tregtare shqiptaro-italiane të viteve 82-83, mes tabelave të eksporteve të kromit, bitumit dhe tekstileve shfaqet një temë që nuk lidhet me mallra fizike, por me rrjetin elektrik. Eksporti i energjisë elektrike nga Shqipëria drejt Italisë. Dokumentet nuk e trajtojnë si ide teorike, por si një mundësi konkrete ekonomike, të lidhur drejt për drejt me nevojën për të rritur vëllimin e shkëmbimeve dhe për të balancuar raportin eksport-import mes dy vendeve. Në materialet e përgatitura për bisedime plenare theksohet se energjia elektrike shihej si një sektor që do të ndikonte shumë në rritjen e shkëmbimeve tregtare, duke vendosur në të njëjtin nivel diskutimi me minerale strategjike dhe produkte industriale. Kjo bën energjinë një element të veçantë në arkivin e marrëdhënieve ekonomike të asaj kohe, sepse për herë të parë ajo del jo vetëm si çështje infrastrukture të brendshme, por edhe si mall eksporti me peshë ndërkombëtare. Dokumentet tregojnë se pengesa kryesore nuk ishte prodhimi i energjisë, por tranzitimi i saj fizik drejt Italisë. Në proces verbalet e takimeve përmendet se eksporti vështirësoi nga tranzitimi, duke nënkuptuar mungesën e një linje të drejtpërdrejtë dhe nevojën për rrugë alternative. Në këtë pikë, tekstet arkivore përshkruajnë disa variante teknike të diskutuara mes palëve. Një nga opsionet ishte linja kavllore 400 kV Shqipëri-Greqi, e cila në atë kohë përmendej si në ndërtim dhe shihet si korridor i mundshëm për dërgimin e energjisë drejt rrjetit grek dhe më pas drejt Italisë. Në të njëjtin dokument, përmendet edhe propozimi i firmës italiane Enel, që gjatë ndërtimit të kësaj linje të parashikojë një ndalje në Korfuz për të krijuar një pikë lidhje me sistemin italian. Ky detaj tregon se diskutimet kishin kaluar nivelin diplomatik dhe kishin hyrë në fazë teknike dhe inxhinierike, ku përmenden kompani konkrete dhe nyje gjeografike specifike. Një tjetër alternativë përfshirë në dokumenti ishte rrjeti Jugoslav, ku përmendet në stacioni Titogradit dhe lidhja e tij me linjen 400 kV të Jugosllavisë. Sipas teksteve, kjo do të rriste ndjeshëm mundësitë teknike të tranzitimit në krahasim me gjendjen aktuale, duke krijuar një korridor të tretë potencial për energjinë shqiptare drejt tregut italian. Këto variante, Greqia, Korfuzi dhe rrjeti Jugoslav, përbëjnë boshtin teknik të projektit, duke treguar se ideja nuk ishte një formulim i përgjithshëm, por një plan me disa skenar konkret. Një tjetër element i rëndësishëm që del nga dokumentet është gatishmëria për kontrata afatgjata. Kjo tregon se pala shqiptare nuk e shihte eksportin e energjisë si transakcion të rëndësishëm, por si një marrëdhënie të qëndrueshme dhe të strukturuar në kohë. Në të njëjtat dokumente përmendet dhe ideja që firma Enel të dërgonte përfaqësues në Tiranë për të diskutuar detajet teknike të tranzitimit, çka vendos projektin në një fazë komunikimi të drejtpërdrejtë mes kompanive dhe jo vetëm mes ministrive. Edhe pse projekti nuk u materializua në një linjë të drejtpërdrejtë në atë kohë, dokumentet dëshmojnë se ideja e eksportit të energjisë elektrike drejt Italisë ishte një projekt real në tavolinë. Me variante konkrete, kompanitë të përfshira dhe horizonte kohore të përcaktuara. Megjithatë, asnjë nga këto skenar nuk u materializua në një korridor real energjetik. Projekti mbeti në fazën e diskutimeve dhe dokumenteve të punës, pa kaluar në ndërtim fizik. Arsyeja kryesore nuk ishte mungesa e interesit apo e kapacitetit prodhues, por mungesa e një interkoneksioni të drejtpërdrejtë mes Greqisë dhe Italisë, halka e fundit e zinxhirit që do të bënte të mundur tranzitimin e energjisë shqiptare drejt tregut italian. Në fund të viteve 80 dhe gjatë viteve 90, kjo hallk nuk ekzistonte ende, dhe skema Shqipëri-Greqi-Itali mbeti teorike. Ndryshimi i parë i madh ndodhi vetëm në fillim të viteve 2000, kur Italia dhe Greqia ndërtuan kabllon në New York që lidh drejt për drejt dy sistemet e tyre energjetike. Lidhja është zhvilluar nga operatorët kombëtar të transmetimit Terna nga ana italiane dhe operatori grek i transmetimit, hyri në operim rreth viteve 2001-2002 dhe shënoi për herë të parë një kanal të qëndrueshëm shkëmbimi energjie për drejt detit jon. Ky interkoneksion nuk kalonte nga Shqipëria, por krijoi precedentin teknik që në vitet 80 mungonte. Provën se kabllot në New York me kapacitete qindra megawatësh ishin të realizueshme në mesdhe. Me krijimin e kësaj infrastrukture, ideja e eksportit të energjisë shqiptare drejt Italisë u rikthye në kryes. Rreth vitit 2007, në planet e zhvillimit të rrjeteve energjetike dhe në dokumentet e operatorëve rajonal, u diskutua sërish mundësia një lidhje Shqipëri-Itali. Kësaj here jo vetëm si tranzit përmes Greqisë, por edhe si kablo në New York direkte. Emra kompanish të mëdha të sektorit të energjisë dhe kabllove u përfshin në studime e fizibiliteti, ndërsa Shqipëria u vendos në hartën e interkoneksioneve të planifikuara për gjatë Adriatikut. Megjithatë, dhe kjo fazë mbeti kryesisht në nivel planifikimi dhe studimesh, pa kaluar menjëherë në ndërtim. Pas më shumë se 2 dekadash nga diskutimet e para, projekti mori një formë të re në vitet e fundit. Në kontekstin e tranzicionit energjetik dhe rritjes së interesit për energjinë rinërvueshme në rajon,
u shpall një nisëm për ndërtimin e një kabllo nënujore direkte Shqipëri-Itali, e mbështetur nga investitorë ndërkombëtar dhe me përfshirjen e kapitalit nga Emiratet e Bashkuara Arabe.